Qytetarët do të mund të ruajnë të gjitha dokumentet personale në një aplikacion në telefonin e tyre celular. Këtë do ta mundsoj portofoli digital, verzioni test i të cilit do të prezantohet në samitin digital të Ballkanit Perëndimor, i cili do të mbahet më datë 1 dhe 2 tetor në Shkup, para 800 të pranishmive nga 20 vende. Ministri për transformim digital, Stefan Andonovski, shpjegon se në të njëjtin aplikacion më pas do të integrohen të gjitha shërbimet që ofron shteti për qytetarët. Qytetarët atë duhet ta mendojnë si një portofol me dokumente personale. Në vend që të mbani letërnjoftimin dhe patentën e shoferit me vete si kartela, mundeni t'i mbani në celularin tuaj dhe gjithsesi të gjitha shërbimet do të jenë qasëse aty. Versionin testues po e përgatisim. Unë do ta prezantoj dhe do të prezantojmë edhe 2 shërbime, të cilat do t'i ofroj ai version testues. Do të ndjejmë pulsin e qytetarëve. Qytetarët që do të jenë të pranishëm në samit do ta shkarkojnë atë në mënyrë që ta testojnë dhe mendoj se deri në fund të vitit do të kemi tashmë një version që do ta plasojmë në të gjitha rrjetet e hapura, theksoi Andonovski. Ai ka informuar se në samitin në Shkup do të ketë 800 pjesëmarrës nga mbi 200 shtete dhe i gjithë Shkupi sërish do të vendoset në hartën e ekonomive të zhvilluara digjitale. Shteti ynë si shtet i zhvilluar digital dhe të tregoj se çfarë kemi punuar vitin e kaluar dhe cili është vizioni dhe planet për të ardhmen. Lidhur me shërbimet elektronike të qytetarëve, ministri Andonovski ka thënë se qëllimi është që të gjithë shërbimet më të përdorura nga qytetarët të jenë qasëse në një link.